Pasi kemi bërë prerjen e drorit, tani bëjmë një pastrim të lëkurës. Tani bëjmë edhe prefjen e kalemave. I vendosim në mënyrë të përputhet dhe të jenë të shtrënguar në dro. I ngjeshim pak, mos lëvizin, dhe tani në momentit bëjmë izolimin me ngjitës në mënyrë që mos marrin ajër. Vendosim edhe kalemave sipër pak ngjitës në mënyrë që mos marrin ajër. Dhe kemi përfunduar.